Gjesti dhe Rozana përplasen ashpër në mes të shtëpisë, teksa debati mes tyre sa vjen e bëhet më i tensionuar. Rozana, me një shikim sfidues, e shet drejt në sy dhe i flet me ton të lartë, duke i bërë të qartë që nuk ka ndërmend të tërhiqet. Gjesti, ti s'mund të më thuash mua me këtë merrem dhe me kë jo. Egli është shoqja ime dhe unë do flas sa herë të dua për të. I thot ajo, duke ngritur zërin. Gjesti shtrëngon nofullat dhe afrohet me nervozizëm. Nuk po të them të mos flasësh, Rozana, por Egli është puna ime, jo e jotja. S'ke pun me të, me Eglin merrem vetë unë. Rozana qesh me ironi dhe tund kokën me përçmim. Po kush të ka bërë ty të zotin e saj? Ti kujton se e kontrollon atë, apo çfarë? Egli nuk është pronë e jotja, dhe nëse unë kam diçka për të thënë, do ta them. Gjesti nis të nervozohet edhe më shumë dhe i përgjigjet me ton të fortë. Unë nuk po them që e kontrolloj, por ti po përpiqesh të futesh aty ku nuk të takon. Kjo është një çështje mes meje dhe Eglit, jo mes meje, teje dhe gjithë shtëpisë. Tensioni mes tyre sa vjen e rritet, ndërsa banorët e tjerë fillojnë të ndjekin debatin, duke kuptuar se kjo përplasje po merr për masa të mëdha. Rozana nuk e ka ndërmend të tërhiqet dhe i afrohet edhe më shumë. Nëse është një çështje mes teje dhe Eglit, atëherë pse je aq i shqetësuar për atë që them unë? Mos ndoshta të djeg e vërteta? Gjesti shtrëngon grushtat dhe tund kokën me inat. Nuk më djeg asgjë, Rozana. Më shqetëson vetëm fakti që njerëz si ti fusin hundët aty ku s'duhet. Banorët ndihen sikur një shpërthim i madh është duke ndodhur. Ndërkohë, Egli që ndodhet afër i dëgjon të dy, por zgjedh të mos ndërhyjë. Përplasja mes Gjesti dhe Rozanës duket se nuk do të përfundojë shpejt, dhe situata sa vjen e bëhet më e tensionuar.